për tri partive, kështu që vjen obligim mbi tri partit për me zgjedhë kryesinë e kuvendit, në fjalë tjera dhe ata duhet me votu për me konstitut. Keni ndryshuar kandidatin për parlamentar apo do të jetë pak? Jo, është për me E që të bëmë në rrasë se shkojnë se votojnë dhe të bashkë atë po shkojnë një telenovele gjatë edhe kështu pozitive. Po telenovelën përshkaktojnë ata tjerë. Ata po ju akuzojnë juve? Po s'mujnë me na akuzu neve se na e kena propozu kandidatin, edhe na e kemi qu dorën për me votu. Ata po refuzojnë. Kryesia e kuvendit përbëhet për tri partive më të mëdha. Edhe kushtetuta thot kuvendi konstituohet me rastin e zgjedhjes së kryesisë. E kryesia është lëvizja vetëvendosje PDK-ja e LDK-ja. Edhe është më shumë pozitë administrative, pra që e ban administrimin e kuvendit, edhe kryetori, edhe nën kryetorët kur ai nuk është aty. Kështu që po besoj është një ekip kolegjial, edhe kërkon edhe votën kolegjiale, prandaj nëse dikush duhet më akuzu për bllokot, janë ata që po refuzojnë me votu, e që vetë janë pjesë e Po kryesisë. do një na që ju përqynë si të përqarë, si... Po na sjena këtu mja plotsu dëshirat aty në cilën kandidat me Ama qip. zoti Basha Bibian që kërkoni votat e aty në që kryeministri ka qenë në Taiwan me dikë rezerve. Ata është ti po hemi një fatim tjetër se ka dhe pyetje që kanë mu kandidu në shtanisa në kanë shumë e non. Kemi votu për ata. Jo vesh në ustash as një sen. Te punë si tem, po ajo është tema. Tema është konstituimi i kuvendit, edhe ata janë pjesë jo se aty në ju duhet se ata janë pjesë e këtij kolegji. Ata janë pjesë e kryesisë së kuvendit. Qysh me gjithë atë? Ata janë pjesë e kryesisë, po ata vetë janë pjesë e kësajna. Nëse s'dojnë ata janë të bloku, edhe ata do të morfojnë edhe përgjegjësinë për ta. Faleminderit.